Kreu i Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani e quan shkelje të rënd të kodit elektoral, mos plotësimin ligjor nga ana e Partisë Socialiste dhe PPD-njës për të mos sjellë brenda afateve emrat për zëvendësimin e anëtarëve të komisioneve zonale të administrimit të zgjedhjeve. Në një intervistë për televizionin Klan, Ristani thotë se pavarësisht këtij dëmtimi që synohet i bëhet zgjedhjeve vendore, KQZ-ja mbetet e vendosur për mbajtjen e tyre me 8 maj, ashtu si kundër është përcaktuar qartazi tashmë edhe pas dekretimit të tyre nga kreu i shtetit. Besoj që dëmi është bërë sepse mos prurja e komisionerëve, mos zbatimi i ligjit cënon standardet ndërkombëtare. Do të cënojë me siguri procesin e trajnimit, por shpresojmë që nuk do ta cënojë në mënyrë të tillë që t'i bëjë të pamundshme zgjedhjet. Pra ne do të bëjmë gjithçka që zgjedhjet për zgjedhësit shqiptar të jenë të mundshme dhe të realizueshme. Lidhur me pretendimet më të fundit të Selisë Rosi, pas të cilave Partia Socialiste sqaron se afati i fundit për të depozituar emrat për anëtar të KZAZ-ve është 60 ditë përpara mbajtjes së zgjedhjeve, Ristani komenton se neni të cilit i referohet antari i PS-s ka të bëjë me regjistrimin e partive politike në KQZ dhe më konkretisht nenit 64.1 e tij. Nuk e di dhe kë kod zgjedhor ka lexuar, sepse kodi zgjedhor i miratuar në dhjetor të 2008-s me votat dhe me mirëkuptimin dhe me vullnetin qoftë të forcave të majta në parlament, qoftë forcave të djathta, parashikon si afat të fundit për ngritjen e komisioneve të nivelit 2, afati 90 ditë para ditës zgjedhjeve. Afati 60 ditor para ditës zgjedhjeve është afati fundit për regjistrimin e partive politike në zgjedhje, pra jo për prurjen e propozimeve për komisionerët. Por si do të bëhet zëvendësimi i vendeve vakante për anëtarët e KZAZ-ve? Ristani, duke u referuar nenit 31 të kodit elektoral, sqaron edhe kushtet për emërimin e tyre pas përzgjedhjes nga publikimi në shtypin e shkruar. Do të presim gjatë kësaj jave kandidaturat e mundshme që do të vinë dhe më pas do të ketë një proces seleksionimi nga administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të parë kandidaturat më të mira, mundësi do të preferonim kandidaturat që kanë marrë pjesë dhe herë tjetër në zgjedhje. Një pikë e debatueshme brenda vetë KQZ-s ka qenë edhe mos prezenca anëtarëve socialistë në mbledhjet e këtij komisioni, duke vendosur si kusht për të hyrë në zgjedhje ndryshimin e këtij institucioni dhe largimin e kreut të KQZ-s. Këtë qendrim të Selisë Roz, Ristani e komenton. Të thuash që zvin komision sepse duhet të ikë Arben Ristani, çështja është që askush nga ne nuk është në komision për shkak të njëri tjetrit. Secili nga ne është i zgjedhur nga Kuvendi i Shqipërisë, është i zgjedhur me maksimumin e votave të parlamentit. Kemi bërë betimin për të kryer detyrën tonë dhe kryejmë detyrën tonë.